Në ndërkohë derisa ti po gajtun, nuk po du me ndërhy, po më intereson sa kanë interesim fëmijat e pjesa e kuzhinës, edhe ma shumë po du me ditë të gjinia mashkullore. Se tradicionalisht nuk është që nonat tona i kanë cu shumë djemë, edhe pse kanë ndryshu këtë fenomen. Është jashtëzakonisht interesante që edhe djemë të na janë shumë të interesum. Mandej edhe gjërat që i mësojmë në shkollë, gatimet të ndryshme. Shumë herë ja u sugjeroj bërja një befasi prindërve në shtëpi, ndonjë vikend, shtunë ose të diel, me përgatit diçka që kemi mësu në shkollë, edhe prind mandej janë shumë të lumtur bashkë me fëmijët e tyre, ku edhe shumë herë në takimet me prindër më kërkojnë, o të lutem, vazhdo mësoj diçka edhe na bojnë të mirë në shtëpi. Tash pe di pse po mbon Ili ka shumë befasi, mu po gatun çdo vikend. Kështu që faleminderit, mësoj se Kështu që kanë fillu edhe djemë, qoftë në pastrim, në larjen e enëve, në organizim, ti mësojmë andej se si pastrohen edhe rrobat në rrobalarse, e praktikojnë tamam, po gjithçka vendosen rrobat, edhe te secila veshje i kontrollojmë te pjesa e mbrëmshme që është etiketa ku tregon a duhet hekurosën çfarë temperature, kështu që të kenë kujdes. Edhe të ngjyrat e rrobave, të mos ngatrohen me ngjyrat e bardha. Mandej edhe i mësojmë se si të bëjmë organizimin edhe në për dhomat e tyre, sa është dihet shumica fëmijëve tani kanë dhomat e veta. Unë i kërkoj që ta bëjnë ka një foto para dhe pas. Dhe me thonë si është duk dollapi i tyre para se me e pastru edhe me regullu ata. Edhe si duket tani, që ata i kanë regullu, befasohesh me fotot jashtëzakonisht mira ku i rregullojnë veshjet e tyre me ngjyra. Kështu që ajo është një arritje që normalisht thuhet një fjalë popull çka mbjell korr, është mirë prej ministershme me ja mësu, po prapë se prapë të paktën edhe në shkollë ta kenë si lëndë obligative është ideja më e mirë. Mandej po, ata organizohen edhe bashkë në një grup i 5-6 vetave, i ndajnë punët, për shembull, njëri bën larjen e perimeve, tjetri bën grumbullimin, pastrimin e kuzhinës, mandej prerjen, coptimin, mësohen si ta përdorin thikën edhe gjithçka, sepse është pak rrezik për fillestarët. Po, mirë po, ata të cilët janë më të kujdesshëm bëhet shpërndarja e punëve përkatësisht prej paka shumë sa ata kanë mundësi, tjerë të mësojnë duke e pa. Zakonisht ju e dini që në shkollën tonë gjitha projektet punohen, edhe mësimi më i mirë është nëpërmes projekteve dhe kur e shohin në përditshmëri. Purimi karota dhe patate. Tash i shtojmë edhe patate. Kjo do t'jetë një krem sup në fund, apo e lënë të copëzuar? Jo, kështu do t'jetë, vetëm që do të ketë lëngë më shumë, pak derisa të fërgohet edhe bashkohen, po mendoj shijet. Edhe besoj që tani e vreni një aromë, pak ma... A në qyshjom undë? Dosh me prit pak, kështu që besoj që kemi shiju një supë të mirë. Edhe shumë që me gjithë arsye më arë për ditë në shkollë, kështë e kom të kemë me mësusa, më arë me provu shimet. E kemi edhe një prind, vjen shpesh me marrë fëmijën e vetë prej shkollës, edhe fëmija i vetë i vogël është klasën e parta, kur i registru thati në shkollë të na. Do më thënë që po vjen çdo ditë. Ka shpesh. Edhe kështu që të registrojmë edhe ty. Më registrojmë edhe mu në klasë parë, se ma shumë kanë privilegjet voglet, hinë para, hinë partë.